Moti i keq godet edhe Greqinë. Meteorologët japin alarmin për 40 orë me stuhi dhe përmbytye në të gjithë vendin. Një cikël stuhish të forta që do të fillojë nga data 9 dhe do të zgjas gjithsej 40 orë. Edhe Greqia përfshihet nga moti i keq, teksa autoritetet japin alarmin për përmbytje dhe dëme materiale. Meteorologu Georgios Tsatrafilias në një postim në Facebook informoi mbi situatën e pritshme. Sipas meteorologut, moti do të ndikohet nga një presion i dytë i ulët dhe Italia nga pasditja e së dielës 11 shtator edhe për 24 orë do të ndikojë në zonat e Ionit, Bregdeti, Epiri, do të ndikojë zonat e Bregdetit, Ionit, Epiri, Etoli, Akarnania, Ilia, Messina, Maqedonia Lindore dhe Trakia. Sipas vlerësimit të tij, këto zona do të kenë rreshje të dendura shiu dhe shira të shpeshtë. Shumë ujë në një kohë të shkurtër, duke rezultuar në rrezik përmbytjesh, informoi media greke. Ditën e sotme, nga mbrëmja deri të martën pasdite, do të ketë shira dhe stuhi të forta, të cilat do të ndodhin në Traki dhe në ishullin lindor dhe në Dadekanez. Së fundmi, në lidhje me Atikën, ai raportoi se do të ketë fenomen lokal intensiv në mesditë, që do të jenë afat shkurtra por me intensitet të konsiderueshëm. Stuhit do të godasin detin Ion, Epirin dhe Greqinë qendrore perëndimore, pasdite dhe të martën në Peloponezin qendror dhe në Maqedoninë qendrore lindore, Trakinë dhe në fund ishujt e Egjeut verior dhe Dodekanezin.